Derisa shkoj poltrona pozicion emergjent, ati i rat fiket. Dhe në këto momente, unë tentoj që t'i kthej këmbët, t'a shtri me kokë, dhe i fillun konvulsionet. Ndërkohë që syti kishte hap. Duke e hapur sinusin, kur nxjerr majën e pajisjes shoh që ishte kaputur. Dhe këtu detyrova pastaj që të bëj një hapje laterale të sinusit, ishte çik mundim për pacientin që të hiqnim atë pjesën që kishte ngelur aty. Por që e kaluam shumë mirë, domethënë, shkoj me sukses, të bësh higjienën. Dhe ato thojmë shumë, po i kam larë, po patjetër i kam larë. Po në fakt i shef gojën. Ty e ke faktin aty, është reale. Po, unë poltron, i thash unë, hajde ta shikojmë gojën pa njerë dhe kam frikë. Domethënë nuk e kishte thënë më përpara. Edhe ti e kupton që, domethënë, jeta në këtë lloj forme mund të ecë, mund të funksionojë. Asnjë gjë nuk bëhet sa vë me ulësyt. Duhet punë fort.